Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Flamuj në gjysmështisë. Maqedonia e Veriut në zi për tragjedi në Koçan ku vdiqën 59 të rinj. Shkaku bë shpërtimi zjarri gjatë një koncerti me mbi 500 pjesëmarrës në një klub nate. Ministri i Brendshëm Maqedonas Pançe Toshkovski tha se sipas informacioneve të marra, zjarri shpërtheu si pasojë mjeteve piroteknike që janë përdorur për efekt ndriçimi në koncertin e grupit ADN. Ministria e Brendshme në koordinim me zyrën e prokurorit publik tha se janë 20 të dyshuar, 15 prej të cilëve janë ndaluar nga policia. Në mesin e personave që kanë ndruar jetë është një zyrtar policor. Prokurori i shtetit Ljupço Koçevski deklaroi formimin e një ekipi të veçantë të prokurorisë që do të punojë me rastin e diskotekës së Diegur në Koçan. Ai informoi se në ekip janë 5 prokurorë, 1 menaxher, 2 prokurorë nga Koçani, 2 nga Shkupi dhe 1 prokuror nga Shtipi. Koçevski nuk zbuloi detaje nëse janë përcaktuar shkaqet fillestare të zjarrit dhe as nuk tregoi se sa të dyshuar janë marrë në pyetje deri më sot. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, kërkoi përgjegjësi për këtë tragjedi, derisa theksoi se asgjë nuk është më e rëndësishme se sa jeta e një njeriu. Të lënduarit më rënd janë në Sofje, në Stamboll, në Greqi, në Serbi për të marrë kujdes të lartë shëndetësor. Për këtë ndihmë do të jemi përjetësisht mirënjohës, tha mes të tjerash Siljanovska Davkova, dhe theksoi se askush nuk duhet të ikë përgjegjësisë dhe nuk duhet të shmanget ligjit dhe drejtësisë. Nitу еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната. Të bashkojmë forcat, të mos sakrifikojmë kurrë për përfitimin e individëve, asgjë nuk është më e vlefshme se jeta e një njeriu, tha presidentja Davkova. Jam thyer dhe më shtyr shpirti me këto fjalë nisi kryeministri Istria Mickovski fjalimin e tij pas tragjedisë në Koçan. Do të ketë hapa dhe vendime me të cilat publiku nuk është mësuar, por ndryshimet nisin nga ne, tha kryeministri Istria Mickovski në fjalimin e tij përpara opinionit publik. Jam i vendosur do të veproj me vendosmëri. Nuk dua që kjo ngjarje të politizohet se dikush po përpiqet të bind një palë tjetër për përgjegjësi. Kjo nuk është një betejë ndërpartiake, por është një betejë e të ndershëmve kundër të pandershëmve, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickovski. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama shprehën ngushëllimet në lidhje me tragjedinë e ndodhur në Koçan dhe ofruan gatishmërinë për çfarëdo ndihme që mund të jetë nevojshme. Begaj shpreh se lutjet e tij dhe të popullit shqiptar shkojnë për të lënduarit që të gjejnë shërim të shpejtë e të mos rëndojnë më shumë dhimbje në qytetin e Koçanit. Kryeministri Edi Rama shkruan se me një ndjenjë hidhërimi të veçantë u përcjell vëllezërve dhe motrave të Maqedonisë së Veriut ngushëllimet e tij për tragjedinë e madhe të Koçanit. Jam pa fjalë dhe lutem që të lënduarit të shërohen dhe që familjarët e viktimave të gjejnë forcën të përballojnë humbjen e tyre të pangushëllueshme. I përcjell po ashtu kryeministrit Mickovski dhe autoriteteve të vendit fqinj ngushëllimet në emër të Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke shprehur gatishmërinë për çfarëdo qoftë ndihma jon mund të jetë e nevojshme, shkruan kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Një tragjedi për te fjalëve komentoi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tragjedinë në Koçan. Lajme shkatruese nga Koçani, Maqedonia e Veriut. Humbja e kaq shumë mjetëve të ria është një tragjedi për te fjalëve, shpreh Osmani. Presidentja shpreh ngushëllime familjarëve të viktimave. Ju jeni në mendimet dhe lutjet tona, shkruan presidentja Vjosa Osmani. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.